Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Falendrojmë Allahun te bareke wa ta'ala. Allahun na falendrojmë, Allahun na adhurojmë, Allahun na madhrojmë, për Allahun ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe mbi të gjithë ata të cilët rrugën e tij e pasojnë. Vëllezër të dashur, për hir të Allahut, lutim Allahun fuqiplot si çdo herë që në rrugën e drejtë të na drejtoj. Prej pasuesve të sunetit Allahut të na bën. Lutim Allahun azhjel që me dituri të dobishme të na pasuron. Xhenetul Firdaus me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të na bashkon. Vëllezër, bisedat që i bëjnë njerëzit janë të ndryshme, të lloj-llojshme. Dikush ka qef bon bisedon për punën e tij, për rolin e tij, për aktivitetet e tij dhe kështu me radhë. Mirë, po ka një bisedë që e bëjnë dhe mund ta bëjnë njerëzit, nuk ka bisedë më të mirë se ajo. Nuk ka mohabet, bisedë më të mirë se ajo bisedë, dhe nuk ka bisedë më të bukur e më madhështore se kjo bisedë. Sepse të folish për librin e Allahut subhanahu wa taala nuk ka mohabet më të mirë që mundemi me bë. E ne me lejnë të Allahut azhjel në këtë natë do të flasim, do të bisedojmë, do të marrim një ligjerat në lidhje për librin e Allahut subhanahu wa taala, për fjalën Allahut azhjel. Sepse njeriu sikur të donte të zgjerojë në të folurit për madhështinë e kësaj fjale, për rolin e kësaj fjale, duhet ta kalon e tërë jetën duke folur për librin e Allahut, përsëri fundin nuk do t'ja gjente asnjëherë. Sepse fjala e Allahut subhanahu wa taala fund nuk ka. Libri e Allahut azhjel fund nuk ka. Andaj kjo është biseda më e bukur, më madhështore, më e mirë. Dhe të flasish për një krijese është ndryshe, e të flasish për krijuesin është ndryshe. Sepse ne kemi qef të flasim për krijesat. Dhe shumë po kalojmë kohën dhe humbim kohën duke folur për krijesat. Filani, pishmani, i ka bo, si ka bo, e shumë pak flasim për krijuesin. E me pyetje një tjetrin, kë e do më shumë? Krijuesin apo krijesën? Krijuesin. Po pse më shumë po kalon kohën, se normal njeriu më fol më shumë për dikë që e do shumë. Njeriu më shumë e përmend atë që e do. E nëse ti e do Allahun më shumë, pse nuk flet më shumë për Allahun, për fjalën e tij, po flet për dikë tjetër. Thot Allahu subhanahu wa taala për njeriu i cili sikur tërë jetën ta kalonte duke folur për Allahun, për fjalën e Allahut, për Kur'anin, nuk do t'i mjaftonte. Thot Allahu: "Takhsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah." Prej tij rrëqethen lëkurat e atyre që i friksohen Zotit të tyre. Prej kujt? Prej Kur'anit. Kush e lexon Kur'anin, i rrëqethet lëkura. Pastaj lëkurat dhe zemrat e tyre zbuten për përmendjen e Allahut te bareke ve taala. Zbuten me të përmendurit Allahut subhanahu wa taala. Sot me lejtë Allahut subhanahu wa taala ne do të flasim për pozitën e Kur'anit në jetën tonë. Për pozitën e Kur'anit në jetën tonë, për marrëdhënien tonë me Kur'anin, me fjalën e Allahut te bareke ve taala. Vëllezër, nëse vështrojmë gjendjen tonë sot, do të shohim se marrëdhënia jonë me Kur'anin është për fat të keq, është bërë e ftohtë, mund t'i themi, dhe shkëputur. Dikush plotësisht e ka shkëput marrëdhëniet e tij me Kur'anin, me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Ose dikush lexon po shumë rrallë lexon. I nevojitën disa javë të kalon që ai Kur'anin ta lexon. Kur'anin sot e shohim kryesisht në xhenaze, mbi vorin e një të vdekuri ose mbi trupin e një të vdekuri, sikur ky Kur'an të ishte zbritur për të vdekurit, jo për të gjallit. Kur'anin e shohim sot vetëm për ceremoni të ndryshme, për ta shfaqur dhe për ta bërë atë shuhrën, atë
atë famën tonë përmes leximit të Kuranit dhe përmes zërit të bukur që Allahu na ka falë, dhe sikur Kurani të jetë zbritur për 1 orë, ose sikur Kurani të ishte i zbritur vetëm për Ramazan, si që pat Ramazan xhamit mbushen, dhe gjatë Ramazanit po lexohet e këndohet më shumë Kuran. Dhe me përfundimin e muajit të Ramazanit, themi dikush shumë është dobësu, ose themi dikush plotësisht e ka kontaktin me Kuranin deri Ramazanit tjetër. Dhe pyetemi tash vallë, a vetëm për Ramazan Allahu e zbriti këtë Kuran? Thot Allahu fuqiplot: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haq. A nuk ka ardhur koha për besimtarët që zemrat e tyre të përrulen ndaj përmendjes së Allahut dhe ndaj së vërtetës që ka zbritur? Wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fatala alayhimul amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. E të mos bëhen si ata që ishte zbritur libri, pra i tharët e librit më parë, atyre u zgjat koha dhe zemrat e tyre u ngursuan, e shumë prej tyre janë të pabindur. Thot Allahu Azza wa Jall: "I'lamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mawtiha. Qad bayyana lakum al-ayati la'allakum taqilun." Djeni se Allahu e ngjall tokën pas vdekjes së saj. Ne ju kemi sqaruar shenjat që të kuptoni. Kjo zemra jote që vdes, për shkak të shkëputjes totale ose të pjesërishtme me librin e Allahut. Ajo që e ngjall zemrën tënde është fjala e Allahut, Kurani. Ashtu sikur se shiu kur Allahu e lëshon në tokë, e cila tokë është thahë dhe ka vdek, dhe me rënien e shiut toka gjallet. Kështu është shembulli i zemrave tona të ngurcuara ose të vdekura ose në gjendje shumë të rënda të smutë. Në këtë, thot Ibn Kathiri rahimahullah, në këtë ajet kuranor, ka një isharet, ka një tregues se Allahu subhanahu wa taala i zbut zemrat pas ngurtësimit të tyre. Ngurcohet zemra, ngurcohen gjuna harame, fllëcina, ngurcohet zemra. Muhabete të ndryshme. Mirë po, Allahu ju uzon të humburit. Edhe pse zemra ngurcohet. Përsëri Allahu subhanahu wa taala ju uzon të humburit pas devimit të tyre. Ashtu sikur që e ngjall tokën me rënien e shiut. Thahet toka, ama vjen koha kur bie shiu. Bie shiu dhe toka gjallet përsëri. Kështu ndodh edhe me zemrat e ngurcuara, zemrat të cilat gjatë kohë nuk kanë lexuar Kuranin, ose zemrat të cilat ende se kanë prekur Kuranin. Thot Ibn Kathiri, ashtu si që ngjall tokën e vdekur me shiun e bollshëm, po ashtu i uzon edhe zemrat e ngurta me argumentet e Kuranit dhe fut në këto zemra dritën pasi ato zemra ishin të mbyllura. Sa njerëz të cilët nuk kam qenë të bindur dhe Allahut, as që këm besu në Allahut, sot i je besimtar. Çka i gjalli? Po fjala e Allahut. Vetëm ai hiç se kupton Kuranin, vetëm kur e lexon Kuranin. Vetëm kur e lexon Kuranin ai ndalet se dëgjon diçka që nuk ka të bëjë me njeriu. Siç thoshin edhe vetë mushrikët, që ishin poetët më të fortë, ndihnin poezinë, dhe kur i dëgjuan ajetet e para që i zbriti Allah subhanahu wa taala thanë, këto nuk janë magjitë ndonjë magjistari e as poezi ndonjë poeti. Këto fjalë janë diçka ndryshe, nga dikush, kanë ardhur nga dikush. Edhe sot që ato njerëz, jo besimtar, me dëgjimin e fjalës të Allahut te barekuta, me dëgjimin e recitimit të Kuranit nga dikush, ato binden, sepse zemrat e tyre nisin të ndjejnë diçka që kur nuk e kanë ndjej. Kur se kanë ndjej. Kështu do ndodhe edhe me ty nëse nuk ke lexuar dhe fillon të lexosh Kuranin. Kështu do ndodhe edhe me ne të cilët gjatë kohë kemi neglizhuar dhe kemi lënë anash Kuranin. Dhe kur mos thoj se vonë është. Se kurit nuk është vonë për ta mësuar fjalën e Allahut, sepse Allahu e ka vërtetuar në librin e tij se leximin e Kuranit e ka bërë të lehtë. Për ta mësuar Kuranin e ka bërë të lehtë për njerëzit. Sa shumë vëllezër kemi nevojë të ringjallim zemrat tona që kanë vdekur, ose po thuj se janë duke vdekur. Do të nuk kanë vdekur, ama janë duke vdekur. Vëllezër,
Kurani është pranvera e zemrës së besimtarit. Është siç është shiu pranvera e tokës. Ne, si që ta këtë shohim edhe Ramazan, këtë atë atmosfera, atë ambient, atë angazhim që e bëjnë njerëzit me leximin e Kuranit, ato hatme që i bëjnë, ato përfundimet e leximit të Kuranit, me përfundimin e Ramazanit, ndërpritet krejt, ndalet. Prandaj njeriu duhet të ketë një pjesë të përditshme nga Kurani. Unë çdo ditë do të lexoj nga Kurani, po qoftë edhe një ajet. Qoftë edhe një ajet, ama çdo ditë do të lexoj. Një faqe, ose gjysmë faqe, ose 10 ajet. Çdo ditë unë do lexoj, po qoftë edhe një ajet. Diçka të përditshme, pa ndërprerje. Mos me pkut atë relacionin, atë lishmërinë tënde me fjalën e Allahut te bareke ve taala. E rëndësishme është të mos braktiset libri Allahut te bareke ve taala. Sa më shumë që shtohet lidhja me Kur'anin, aq më shumë shtohet lumturia. Aq më shumë shtohet bereqeti, aq më shumë shtohet qetësia në jetën e njeriut. Një dietar ka thënë, nuk kam parë gjë që ushqen mendjen dhe shpirtin, që ruan trupin dhe garanton lumturinë më shumë se sa leximi i vazhdueshëm i librit të Allahut. Kush dëshiron që zemrën ta ruan, edhe ta ketë të lumtur, të gëzueshëm, le ta lexon fjalën e Allahut. Çdo kush që kërkon lumturi, çdo kush që kërkon bereqet, çdo kush që kërkon kënaqësi, le ti përmbahet librit të Allahut te bareke ve taala. Disa prej dietarëve, mufesirinët, komentatorët e Kuranit thoshin, ne u morëm me Kuranin, sepse komentatorët e Kuranit janë ata gjithashtu njerëzit të cilët më së shumti merreshin me Kuranin. Për ta komentuar Kuranin duhet lexuar, duhet përsëritur, duhet ditur. Thoshin, ne u morëm me Kuranin, ishtagalna bil Kurani, fa ghamaratna al barakatu wal khairatu fi dunya. Ne u morëm me Kuranin, u angazhuam me Kuranin dhe bereqetet e të mirët na mbuluan në këtë botë. Këta paramendoni një sa kohë kanë kaluar dhe sa kohë kanë pasur të nevojshme, është nevojitur atyre për ta komentuar Kuranin, për të bërë vepra. Ato kanë qenë njerëz të cilët kanë bërë punë dhe çato fitime që i kanë pas për punës kreti i kanë shfrytzuar në kërkim të diturisë. Çka thotë? Në ushtu bereqeti, në ushtu të mirët, sepse janë marrë me Kur'an, me fjalën Allahu te bareke ve taala. Thotë Allahu azza xal, kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Ky është një libër i bekuar që ta kemi zbritur ty. Don bekim, lexo Kur'an. Don nafak, lexo Kur'an. Don qetësi, lexo Kur'an. Don bereqet, lexo Kur'an. Don kënaqësi, lexo Kur'an. Don lumturi, lexo Kur'an. Nëse Kur'anin e leanësh, nëse Kur'anin nuk e lexon, nëse Kurani nuk i përmbash, nëse me Kurani jetën nuk e jeton, nëse me Kurani Allahun nuk e adhuron, çfarë kënaqësie ti kërkon jetën tënde? Çfarë lumturie kërkon jetën tënde? Çfarë udhëzimi kërkon jetën tënde? Duke ditur se Allahu përmes të Kuranit ne na udhëzon në rrugën e drejtë të vërtetë. Baza e jetës tonë, Kurani. Pa me Kur'an qetësohen zemrat dhe ndjen ndikim të madh në zemrat e njerëzve. Uthman bin Affan radiallahu anhu ka thënë, "Law anna qulubana tahurat ma shabi'at min kalami rabbina." Si që zemrat tona të ishin të pastra, nuk do të ngopeshin me fjalën e Zotit ton. Nuk do të ngopeshin. Ama sikur zemrët të ishin të pastër. Çka të pengon ty nga këndimi i leximit i Kuranit? Pa pastërtia e zemrës. Çka është ajo që ty të pengon dhe s'len ta kapish Kuranin asnjë jetë në ditë ta lexosh? Edhe pse në zemrën tënde ekziston dashuria dhe ti e sheh gjë kur e sheh Kuranin, shkojnë syt, imani e kërkon, ama diçka po të bllokon dhe nuk ta mundson. Çka të pengon? Ato janë fllëciret e kësaj dynjaje që kanë dominuar zemrat tona dhe ne kanë dy zemrat tona. Ato janë fllëciret, ato janë pastërtitë, ato janë gjunahet, ato janë haramet. Harame gjunahet që bëhen me durët tona, me këmbët tona, me sytë tona, me veshët tona, me gjuhët tona, me zemrat tona. E fjala e Allahut është e pastër. E nuk hyn
Nuk zë vend fjala e Allahut në një zemër e fliqët e ndytur. Nëse zemrat tona thot ishin pastra, nuk do të ngopeshim nga fjala e Allahut te bareke ve taala. E ne pse ngopemi? S'kemi nevojë, kemi problem me zemrat tona. Një formullë shumë e thjeshtë. Kush dëshiron ta mëson fjalën e Allahut, kush dëshiron ta ndjen kënaqësinë e librit të Allahut, le të merret me pastrimin e zemrës. Pastrimi i zemrës me pendim, me taube, me namazdate, me të kajturit para Allahut subhanahu wa taala, me pranimin e dobësisë tënde dhe gjunahet që e ke bërë Allahut subhanahu wa taala, me pishmallëkin tënd, dhe se ti kërkon që Allahu të ndihmon, të udhëzon dhe të ta mundson ta përjetosh ta shohësh atë kënaqësinë e imanit dhe leximit të Kuranit, fjalës të Allahut te bareke ve taala. Gjithashtu thoshte Uthmani rahimahullah radiallahu anhu, wa inni la akrahu an yati alayya yawmun la anzuru fil mushaf. Dhe unë ka thënë e urej që të kaloj një ditë pa shikuar në librin e Allahut. Sa ditë kanë kalu që se ke pa Kuranin? Sa ditë kanë kalu që s'ke shfletu asë një faqe të Kuranit? Sa ditë kanë kalu që nuk i ke ujitur damarët e trupit tëndë me librin e Allahut? Sa ditë kanë kalu? Pra shikoni një qëfar gjendje dhe si ata e kanë ndjekë, më thënë pjesë e jetës e tyre, pa Kuran ata s'unë kanë jetu. Sot kemi ardhur në gjendje ku me Kuran s'unë jetojmë. I kemi Kuranet na për xhamie, na për dhoma, por vetëm për me na i zbukuru vendet dhe me dëshmu dhe me që ne jemi musliman. Ama ne sot jetojmë pa Kuran. Ata s'kan mujt me jetu pa Kuran. Nuk e kanë pasur atë mundësin. Jeta e tyre ka qenë Kurani. Sot jeta jo nuk është me Kuran. Sot ne nuk mundemi të jetojmë pa gjëra tjera. Pi muj kanë kalu, ose vite kanë kalu, Kurani si ke prejkë. Vetëm të ta marrë celularin një orë, mos ta kesh. Cile do t'jenë reagimet të tua? Edhe kuptoj materialitetin i gjendjes tonë psiqike, shpirtërore, mendore, deri ku kemi ardhur. Edhe në fundit, çka shikohet, çka lexohet rrjetet sociale, gjërat e papastërta, degenerim, dhe veç asaj postimet, fjalët e njerëzve. Por me i pa, por me i lexu fjalët e njerëzve, ke kënaqësinë më të madhe. Edhe kohë kalon dhe humb, ama me i pa fjalët e Allahut, kohë nuk ke, dhe qatë dëshirë nuk e ke. Pse? Sepse janë dytë zemrat, janë botë pa pastrë, e dhëtë me i pastru. E nuk pastrohen duke parë gjërat fliqët të ndyta, por pastrohen me pendim taube dhe duke luftu me vetveten çdo ditë duke lexuar Kur'an, qoftë me gjysmë faqe. E fillon kështu, ama çdo ditë duhet me lexu. E kadal për gjysmë faqe vjen një faqe, pastaj vjen dy faqe dhe kështu pastaj bëhet pjesë e përditshme e jetës tënde. Po ti pastaj pa Kur'an nuk mundesh me jetu, si nuk mundesh me jetu pas Snapchat e TikTok. Gjendja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Kur'anin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atij të cilit i zbrit te Kur'ani, ai dëshironte ta lexonte Kur'anin, e lexonte çashtu që i shpalleshte Kur'ani, po veç asaj kishte qejf që ta dëgjoj leximin e Kur'anit nga dikush tjetër. Edhe kjo është e mirë. Kishte qejf që dikush t'i këndon Kur'an, si që ishte rasti me Abdullah bin Mesudin, i tha ja Rasulullah, a ty të lexoj Kur'an kur ty po të zbritet Kur'ani? Tha, kam qejf dëshirë ta dëgjoj nga dikush tjetër. Kjo është e mirë. Abu Bekri radiallahu anhu, Omeri, të gjithë sahabët e tjerë, ata të cilët pas safeve dëgjoheshin zërat e tyre duke qarë kur e dëgjonin fjalën e Allahut. Jo si safet tona të vdekura. Falim namaz, por nuk ndihet kurrë. Shprazët vim, shprazët ikim. Pa ndjenja vim, pa ndjenja ikim. Ata ishin të cilët dëgjoheshte zëri pas safeve duke qarë. Sepse meditonin fjalën e Allahut subhanahu wa taala dhe zemrat e tyre e ndjenin fjalën e Allahut azza wa jall. Zemrat tona nuk ndjen.
E di dikush do të thotë po ne se kuptojmë. Jo. Kurani është i zbritur për arabët, jo arabët. Për ata që kuptojnë, për ata që se kuptojnë. Wallahi, ai i cili zemrën e ka të pastër, edhe nuk i kupton Kuranin, por e lexon, dhe ai i cili e lexon Kuranin është arab, por zemrën nuk e ka të pastër, wallahi ai që ndjen kënaqësinë e leximit të Kuranit dhe që ndjen zemra e tij është ai që nuk është arab, nuk e kupton leximin e Kuranit, por e ndjen zemra e tij për shkak se zemra e ka të pastër. Pra, nuk është puna a e din, as e din, e kupton, as e kupton. Ti e të dëgju fjalë për të cilët Allahu ka thënë si kërkët Kur'an të kishim zbritur kodrës malit, kodra ishte bo, hije pluhur ishte shkatru. Cop ishte bo. Nga pesha, madhështia e madhe e Kur'anit. S'kishte mujtë, s'kishte pas mundësi kodra që ta përballonte këtë peshë të madhe. Allahu thotë në Kur'an. E Kur'ani zbrit në zemrët tona. Veshët tona e dëgjojnë zemrët tona. Subhanallah. Janë bo më të forta se malet. Zemrët tona janë bo më të forta, më të gurta se gurët se malet. Nuk i lëviz, nuk i dritë asë gjo. Pse? Sepse janë të mbushura me gjërat pista. Janë mbushur me gjërat pista. Me gjërat fliqta. E çdo ditë aq më shumë dyten e nuk po pastrohen. E çysh kina me ndjek kënaqësinë e Kuranit. Thot Allahu subhanahu wa taala për ato burra të cilët qanin kur e dëgjonin Kuranin. Ata të cilët ishin të përgëzuar me Kuran, me xhennet, të cilët ishin përgëzuar me xhennet. Ata të cilët si Omeri e hupi vetdijen kur e dëgjoi me një bafçe, me një kopsh njënin duke lexuar jetët e xhenemit. Ra, e hupi vetdijen, u bo keq. E mendoj se azabi Allahit po zbret mbi të. E murën e çon në shtëpi, mos gaboj 3 ditë i smur duke menduar njerëzit se është i smur. A krejt nga dikimi i fjalëve të Allahut në zemrën e tij. Çka i çoj këto burra, kaq të mëdhenj që të çajnë? Thot Allahu subhanahu wa taala Ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim. Ata janë të cilët Allahu i begatoi minen nabiyyin, prej pejgamberve, o siddiqin, o shuhadai, o salihin, nga të drejtit, të mirit, nga shahidët, dhe nga njerëzit e mirë. Pastaj thot Allahu, ato thot kur e lexojshin Kur'anin, ajetet e të gjithë mëshirshmit, binin sejdë dhe qanin. Vetëm që e lexonin, binin sejdë dhe qanin. Omer bin Abdulaziz, rahimahullah, khalife e 5, duke falë namaznate, khalife i muslimanve, duke falur namaznate, lexon një jetë kuranor, i cila jetë e bon që qaj shumë, derisa është rëzu për toke. Gruaja e vetë thot, deri sabah thot kështu ka bo, mendova se dha shpirt. Bide, rëzoshte për toke, qoshte për sri, vazhdonte me ajetin sunë, kalonte ajetin, me vetëm me njëtin ajetin, deri sabah duke kajtë. Të qajturit e ti pengoj edhe kojshit, edhe pas të ertë kohë e namazit sabahit, thot u quh, thot dhe shkojt në xhami. E kojshit, njerëzit të cilët jetonin afër tij e pyetin, o dhe që si muslimanve. Çka ishte gjitha jo e qajtme? Gjitha i vaj, të gjithë natës sun kemi bo gjumë rahat. Thot, ishte duke falur namaz dhe arritat e fjale Allahut subhanahu wa ta'ala, fariqun fil janna, fariqun fis sa'ir, një grupën në xhennet e një grupën në xhenem. Thot nisa ta pyesi vetin tim prej kujt grupe do të jem unë. E kështu deri sabah. Deri sabah duke pyet vetin e tij prej kujt grupe do të jetaj. A pi xhenet live apo pi xhenem live. Prandaj vëllezër për hir të Allahut të qarit gjatë leximit, gjatë dëgjimit e meditimit të Kuranit është shenjë e ndikimit të Kuranit në zemër. Kur njeriu çan edhe pse se kupton, dije se Kurani hyn në zemrën e tij. Ama kur në shtëpi Kuran lexojmë, dëgjojmë. Namaz Kuran dëgjohet. Edhe kur gjë nuk ndjen zemra, dije se sun deporton që ki Kuran zemrën tane që është bo me fort, me rëndë se malet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'u al-Quran wa huwa mahirun bihi,
ma'a safarati al-kiram al-barara. Ai që lexon thot Kur'anin me mjeshtri, mirë, me rregulla, do të jetë me engjëjt fisnike të bindur. Kurse ai që lexon me vështirësi dhe pengohet në të, ka dy shpërblime. Kush janë dy shpërblimet? Shpërblimi i parë që lexon, shpërblimi i dytë për mundin. Prandaj ka dy shpërblime. Domethënë, dikush që lexon, merr një shejh, një imam, një sen që mirë lexime kur lexon mirë dhe pa probleme. Ti ke më shumë pse vape se ai, sepse ti e ke vështirë dhe ti lexon. Një që mundohesh dhe ty që e lexon fjalën e Allahut te bareke ve teala. Prandaj vëllezër, duhet të kujdesemi për Kur'anin, ta mësojmë përmendesh, të punojmë me Kur'anin. Kur'ani do të bën shefat ditën e ahiretit. Kur'ani do të ndërmjetëson për njeriu. Kur'ani do të jetë dëshmitar për ose kundra njeriu në ahiret. Nëse ke lexuar me Kur'an, nëse ke lexuar Kur'anin, ke punuar me Kur'an, jetën e ke kaluar me Kur'an, Kur'ani do të dëshmon për ty. Por nëse Kur'anin se ke lexuar, as që me Kur'an ke punuar, as që i ke dhënë rëndësi Kur'anit, Kur'ani ka me dëshmu kundra teje në ahiret. Ti një të bindur për këtë gjë. Merreni me shumë seriozitet këtë gjë, se jeta shkon. Jeta shkon, e vjen momenti ku do të kërkojmë që të kthehemi dhe të japim rëndësi fjalës të Allahut, por gjithçka do të jetë vonë. Ky Kur'an, ky libër që e ke në shtëpi në xhami dhe që e shef si një libër i thjeshtë, në ahiret do të flase, do të fole. Si edhe agjerimi, si që ka thënë pejgamberi sasam, do të fole, do të thotë, o Allah, e kam penguar gjatë natës, të ka adhuruar, ka bu namaznate, është lodh, ka punu, edhe do të dëshmon për njeriun. Hama edhe fjallën e parë që pejgamberi sasam do të thotë në ahiret, duke mbajtur fjallën e Allahut, librin, do të thotë, o Zoti im, ky populli im, umeti im, e lan anësh Kur'anin, e lan pas dore Kur'anin. E lan pas dore Kur'anin. Mos na boft Allahu nga ata të cilët e lan pas dore Kur'anin. Mos na boft Allahu nga ata të cilët na është bërë haram me prej Kur'anin. Mos na boft Allahu nga ata të cilët i ka privuar me mos leximin e Kur'anit. Mos na boft Allahu nga ata të cilët u janë ngurcuar zemrat, u janë ndyrë zemrat dhe sunë prekin sunë lexojnë Kur'anin. Mos na boft Allahu nga ata të cilët as që mendojnë për leximin, mësimin e Kur'anit. Mos na boft Allahu nga ata të cilët as që ndrojnë për mësimin dhe leximin e Kur'anit. Allahu na boft nga ata të cilët e duan Kur'anin, të jetë pranverë zemrave tona, shoqëruesi ynë në varr. Allahu te bareke ve teala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.